Falënderimet i takojnë Allahut të madhëruar, krijuesit të botëve. Salavatet qofshin mbi Muhamedin a.s., familjen dhe shokët e tij. Tema të cilën do të flas është si të gjejmë balancin mes dynjas dhe ahiretit. Allahu na ka krijuar me një qëllim madhështor, që ta adhurojmë atë dhe të përgatitemi për botën e përtejme. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se duhet ta lëmë pas dore dynjan, për mos e bëjmë qëllimin ton kryesor. Allahu në Kur'an thotë: kërko me atë që të ka dhënë Allahu shtëpinë e botës tjetër, për mos haro pjesën tënde nga dynjaja. Ky ajet na tregon se nuk duhet të jemi të dhënë të rësisht pas kësaj bote, por as nuk duhet ta neglizhojmë atë. Muhamedi a.s. ka theksuar shpesh herë për rëndësinë e ekuilibrit në jetë. Një herë disa sahab vendosën ta largoheshin nga dynjaja, duke u marrë vetëm me adhurim. Kur e dëgjoi këtë, Muhamedi a.s. tha: unë falem natën, por edhe fle, agjeroj, por edhe ha. Kush largohet nga suneti im nuk është prej meje. Ky hadith na tregon se Islami nuk kërkon izolim të plot nga dynjaja, por as dorëzim të plot ndaj saj, por një qasje të balancuar dhe mesatare. Muhamedi a.s. thot: lërja pas vetes pasuri për trashëgimtarët e tu është më mirë se sa t'i lësh ata të varfër dhe të kërkojnë prej të tjerëve. Gjithashtu Muhamedi a.s. ka thënë: nëse dikush prej jush ka një fidan në duar dhe e sheh që po ndodh kiameti, le ta mbjell atë nëse mundet. Ky hadith na tregon rëndësinë e punës dhe veprave të mira deri në momentin e fundit të jetës tonë. Gjithashtu, edhe Aliu radiallahu anhu, i cili në kohën e vet është njohur si qels i diturisë, ka thënë: puno për këtë botë sikur do të jetosh gjithmonë në të, dhe puno për botën tjetër sikur do të vdesësh nesër. Një shembull i shkëlqyer i këtij balanci kanë qenë shokët më të afërt të pejgamberit a.s. Ata punonin dhe fitonin pasuri, dhe gjithmonë ndihmonin nevojtarin dhe nuk haronin ahiretin. Ata kanë dhënë pasuri të madhe për Islamin. Por gjithmonë mbanin në zemër frikën e Allahut dhe përgjegjësinë e pasurisë së tyre. Si të ruajmë balancin në jetën tonë? Puna dhe adhurimi duhet të ecin bashkë. Të punojmë për të siguruar jetesën, por gjithashtu të jemi të kujdesshëm në adhurim. Pasuria është mjet, jo qëllim. Të mos lejojmë pasurinë të na largojë nga Zoti, por ta përdorim atë për të ndihmuar veten dhe të tjerët. Lidhja me fen duhet të jetë e përhershme. Të mos lejojmë që përditshmëria jonë të na largojë nga namazi, leximi i Kuranit dhe bamirësia. Puna dhe adhurimi duhet të ecin bashkërisht për të jetuar mirë në këtë botë dhe për të fituar në ahiret shpërblimet e Zotit. Allahu në Kur'an thot: por ju preferoni jetën e kësaj bote, por jeta e botës tjetër është më e mirë dhe e përhershme. Të punoj për këtë botë, por gjithmonë duke menduar për ahiretin. Lutemi që Allahu të na udhëzojë në rrugën e drejtë dhe të na ndihmojë të gjejmë balancë të shëndetshëm mes kësaj bote dhe botës tjetër. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.